Finalisti Big Brother Benja V5 Armir Shahini, ose ndryshe siç njihet mirë West Side Family, ka zbuluar më shumë detaj në lidhje me eksperiencën, rrugtimet dhe dinamikat e lojës. Nuk ka qenë e lehtë sepse ky Big Brother për mua ka qenë një eksperiencë komplet ndryshe, sepse mund ta mendoja si ishte, por si jetova ishte komplet tjetër gjë dhe jam i kënaqur në fakti me atë që kam jetuar aty. Eksperjenca ishte shumë e fortë, shumë. Dëgjohet të thot artisti i ftuar në emisionin Pardon My French. Si ndihet mirë në lidhje me komentet që ka marrë deri më tani. Të them të drejtën, i kam vënë një peshori duke qenë dhe vetë peshori në horoskop, dhe peshoria anonte pjesa e komenteve pozitive, sidomos kur vjen dhe fundi Big Brother, sepse ai zgjat 120 ditë dhe ti ku ke ulje dhe ngritje, por në fund është ajo që situatën e ngre pesh. Në momentin që më në fund të Big Brotherit unë shikoj që kisha shumë komente pozitive për çfarë unë po shfaqja, edhe në fund të këtij Big Brotheri më bën të ndihem mirë dhe krenar për çfarë kam bërë 120 ditë. Tani që gjithçka ka përfunduar në lidhje me ishbanorët e tjerë, si e ka raportin Miri? Është e njëjta qasje, ata që kam pasur brenda e kam dhe jashtë me të gjithë, me ata që kam shkuar mirë edhe jashtë po shkoj shumë mirë, ndërsa me ata që nuk kam shkuar mirë, normalisht që nuk do të shkoj mirë sepse ka një problem që shumë banorë atje kanë marrë gjërat shumë personale.